Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillahi ajma'in, nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tariqahum wa iqtada bihadihim ila yawmiddin. Falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala dhe dërgojmë salavate dhe selame mbi të dërguarin e tij të fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi gjithë ata që e pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të ndershëm, vazhdojmë me ligjëratën e radhës prej ligjëratave të cilat i mbajmë ditëve të mërkura pas namazit të akşamit, tash domethënë me ndrimin e kohës. Dhe sot do të flasim inshallahu taala hyrje në shenjat e mëdha të Kiametit. Ju e dini se kemi folur për shenjat e vogla të Kiametit dhe i kemi përfunduar ato me ndihmën e Allahut subhanahu wa taala, dhe sot dersi i sotit është si një parapregaditje para se të futemi në shenjat e mëdha të Kiametit. Disa gjëra që duhet t'i kemi parasysh, domethënë në lidhje me shenjat e mëdha të Kiametit. Në terminologjinë e dietarëve, Kiameti përdoret për tre gjëra, apo përdoret në tre forma. Kiameti i vogël, e përdorin dietarët Kiameti i vogël ose el kiametu sugra. Me fjalën kiamet vogël kam për qëllim vdekjen e një individi. Do të thonë një njeri kur vdes e quajnë kiamet i vogël. Për të është bëma Kiameti, vetëm se për të ka filluar gajbi, ka filluar domethënë është shfaq para ti bota e fshet, bota e gajbit. I ka parë me lajket, e ka parë ose shpërblimin ose dënimin, është marrë në pyetje, domethënë ka filluar deri diku Kiameti për të. Kjo është e para, pra në terminologjinë e dietarëve. Kiameti i vogël dhe me të është për qëllim vdekja e vetëm një individi. Vdekja e vetëm një individi. Pastaj dietarët e përdorin edhe fjalën el kiametul usta, kiameti i mesëm. Kiameti i mesëm. Dhe me të është për qëllim vdekja e një gjenerate. Vdekja e një gjenerate. Kur vdes një gjenerat mbi rrezullin toksor, kjo është kiameti i mesëm tek dietarët. Sepse faktikisht për atë gjenerat më ka ndodhur Kiameti, ata nuk ekzistojnë. Pas 100 vjetëve shumica e neve që tash jemi prezent, lirisht mund të themi mbi 90% nuk do të jenë gjallë. Do të thonë pas 100 vjetëve. Andaj edhe për neve çatëherë ndoshta do të jetë Kiameti, edhe nëse Kiameti do të ketë ende, për neve deri diku është një farlloj Kiameti. Do të thonë vdekja e një gjenerate tek dietarët konsiderohet si kiameti i mesëm. Edhe kiameti i madh është shkatrimi i krejt rruzullit toksor, vdekja e gjitha krijesave dhe përfundimi i jetës në tokë, dhe pastaj ringjallja e tyre për s'dyti. Dhe padyshim se kur flasin dietarët dhe kur i ka përmend pejgamberi alayhis salam shenjat e Kiametit, është për qëllim të këtij Kiametit të madh. Është për qëllim pra Kiameti i madh, apo shkatrimi i gjithësisë dhe vdekja e krijesave, pastaj ringjallja e tyre për s'dyti. Kjo është sa i përket domethënë Kiametit në terminologjinë e dietarëve. Tham Kiameti i vogël, vdekja e një njeriu. Kiameti i mesëm, vdekja e një gjenerate, dhe Kiamet i madh, shkatrimi të rruzullit toksor. E kemi përmendur edhe më herët, po do ta përmendim përsëri për shkak se është më rëndësi, pra që të rikujtohet se për nga ndikimi apo për nga përfshirshmëria e tyre, për nga madhështia e tyre, shenjat e Kiametit ndahen në dy lloje. Shenjat e vogla dhe shenjat e mëdha të Kiametit. Cili është dallimi mes këtyre dhe këtyre? Thonë dietarët, shenjat e vogla ndodhin pak më larg prej Kiametit. Nuk ndodhin më një herë, domethënë në prag të Kiametit, po mund ndodhin për shembull 500 vjet para Kiametit, 1000 vjet, e më shumë, me qindra vjet para Kiametit, të voglat. Edhe plus
përveç kësaj e kanë edhe një veçori tjetër shenjat e vogla të kiametit, se nuk janë, do me thonë, çështje të jashtëzakonshme që i thejnë ligjet, do me thonë e gjithësisë, të cilat i ka vendosur Allahu subhanahu wa taala. Me këtë karakterizohen shenjat e vogla të kiametit, se ndodhin pak më herët, nuk janë prag të kiametit, dhe po ashtu nuk janë prej gjërave të jashtëzakonshme. Do me thonë, nuk janë gjëra që i habitin të gjithë njerëzit. Dhe këto janë të gjithë ato që i përmendëm deri tash. Për dallim, për shembull, nga lindja e diellit nga perëndimi, që është prej shenjave të mëdha. Kjo është një shenjë që i trondit të gjithë njerëzit. Pra është diçka jashtëzakonshme, diçka që nuk është normale, nuk pritet. Domethënë kjo gjë. Kjo është pra dallimin mes shenjave të vogla dhe shenjave të mëdha të kiametit. Nga definicioni i shenjave të vogla kuptohet definicioni i shenjave të mëdha. Domethënë e kundërta e shenjave të vogla. Shenjat e mëdha ndodhin shumë afër kiametit. Kur të nisin shenjat e mëdha, kiameti është shumë afër. Kiameti është shumë afër. Dhe po ashtu janë gjëra të jashtëzakonshme, nuk janë gjëra normale. Më thonë dëgjalli edhe pse në esencë është njerë, mirë po sprovat, fitnet me cilat do t'i sprovoj njerëzit e tjerë, janë të jashtëzakonshme, sepse do t'a urdhroj një tokë që të bjerë shi dhe të gjelbroj, do të gjelbroj. Do t'a urdhroj një tokë tjetër që të thahet, do të thahet. Për këtë shkak është e jashtëzakonshme, nuk është normale, dhe kuptohet këtë ja ka dhënë Allahu si sprov. Më thonë për një kohë të caktuar si sprov për njerëzit. Po ashtu edhe shenjë tjetër për shenjave të kiametit, Yexhuxhet dhe Mexhuxhet. Edhe kjo është diçka jashtëzakonshme. Një racë e njerëzve të cilët janë pak më ndryshe, pak më të jashtëzakonshëm se sa njerëzit e tjerë. Po ashtu kafsha e cila do të del, e cila do t'ju fol njerëzve, dhe e cila do t'i dalloj besimtarin prej qafirit, do t'ju lajnë ka një shenjë, domethënë. Edhe kjo është jashtëzakonshme, sepse zakonisht kafshët nuk e bëjnë një gjë të tillë. Kjo pra është që i veçon shenjat e mëdha të kiametit, se ndodhin shumë afër kiametit dhe janë gjëra pak më të jashtëzakonshme. Disa dietar tjerë kanë bërë një ndarje tjetër, domethënë të shenjave. Kjo është fjalë pak më e njohur, domethënë ato e kanë ndarë në bazë të shfaqjes. Më thonë i kanë ndarë në 3 lloje. Shenjat të cilat janë shfaqur dhe kanë ndërpre. Ky është lloji i parë. Kanë dalë dhe janë ndërpre, siç është ardhja e pejgamberit alayhis salam, do të thonë vdekja e pejgamberit alayhis salam, këto kanë ndodhur dhe janë ndërpre. Lloji i dytë sipas kësaj ndarjeje është shenjat të cilat janë shfaqur dhe vazhdojnë të shfaqen. Dhe lloji i tretë është shenjat që ende nuk janë shfaqur, do të thonë shenjat që ende nuk janë shfaqur. Këto janë sa i përket për nga shfaqja, do të thonë shenjat e kiametit për nga shfaqja. Pastaj para se të futemi, do të thonë në hyrjen e shenjave të kiametit, do ta rikujtojmë edhe një gjë tjetër të cilën e kemi përsëritur, do të thonë disa herë në derset e kaluara kur kemi folur për shenjat e vogla, e ajo është se shenjat e kiametit nuk do të thotë se patjetër janë gjëra negative. Do të thonë shumë shpesh tek njerëzit kur e dëgjon fjalën nishan kiameti ose shenjë kiameti, mendon se patjetër të jetë diçka e keqe, negative. Ky mendim, ky paragjikim duhet të largohet. Nuk do të thonë se nëse është shenjë kiameti, patjetër të jetë diçka e cila është negative. Shumë prej shenjave të kiametit janë gjëra pozitive, siç është ardhja e pejgamberit alayhis salam, siç është zbritja e Isaut alayhis salam, i cili do të zbresë si një njeri i thjesht me detyrë apo me mision që ta vrajë dëxhallin. Kjo nuk është negative. Ka mundësi, domethënë, që shenjat e kiametit jenë negative, shumë prej tyre janë të tilla, po ka mundësi që të jenë edhe pozitive. Dhe po ashtu një numër i madh prej tyre janë pozitive, dhe ka mundësi që të jenë as negative as pozitive, po thjesht ndodhi.
po thjesht ndodhi. Për shembull, lindja e diellit nga perëndimi, nuk mund ta quajsh diçka negative, as mund ta quajsh pozitive, thjesht ka lind ka perëndimi. Sepse negativiteti dhe pozitiviteti vjen në gjërat në të cilat kemi liri zgjedhjes. Veprat e mira të pëlqyera, njerëzit e mirë janë pozitiv. Veprat e këqija të ndaluara, njerëzit e këqij janë negativ. Tek dielli s'mund ta bësh këtë cilësim. Apo, domethënë shenjat e kiametit mund të jenë pozitive, mund të jenë negative dhe mund të jenë asnjëse, as pozitive as negative, po thjesht gjëra të lejuara. Dietarët kur i kanë përmendur shenjat e mëdha të kiametit kanë thënë se ato janë 10. Më thonë 10. Dhe te këto e kanë përmendur edhe një shenjë tjetër, e cila ndodh tek shenjat e mëdha të kiametit. Edhe pse i mungojnë disa cilësi me të cilat cilësohen shenjat e tjera të kiametit. Ato janë, jo për nga renditja si do të ndodhin, mirë po ashtu si që janë përmendur, janë Dejjali. Dejjali është, apo dalja e Dejjalit është prej shenjave të mëdha të kiametit. Tjetër, e dyta është zbritja e Isaut a.s. për ta vrarë atë. Edhe kjo është prej shenjave të mëdha të kiametit. Do më thonë dalja e Dejjalit, zbritja e Isaut a.s. për ta vrarë atë. E treta është Yexhuxhet dhe Mexhuxhet. Yexhuxhet dhe Mexhuxhet. E katërta është, apo e katërta, e pesta dhe e gjashta janë 3 shafitjet që do të ndodhin. Shafitja e lindjes, do të ndodh diku ka lindja. Kjo është shenja e katërt. E pesta është shafitja e perëndimit. Do të ndodh një shafitje e madhe e tokës në perëndim. Do të thonë një shafitje aq e madhe që do të jetë e jashtëzakonshme, që do të dalloj prej shafitjeve tjera, sepse toka shafitet her pas here, mirë po këto do të jenë shumë masovike dhe shumë të mëdha. Dhe e gjashta prej shenjave të kiametit të mëdha, apo shafitja e tretë, është shafitja që do të ndodhë në gadishullin arabik, apo në qendër të tokës. Tham njën lindje, njën perëndim dhe njën në gadishullin arabik. Me këto u bën 6 shenjat e mëdha të kiametit. Shenja e 7 është tymi i cili do të del, e dukhan, do të del një tymi madh, masovik. E 8 është lindja e diellit nga perëndimi. Tham kjo nuk është mbas renditjes, po thjesht një përmendje. E 9 është kafsha e cila do t'ju fol njerëzve. Do të del një kafsh e çuditshme që s'ka qenë më herët dhe do t'ju fol njerëzve. Pra, do të ketë aftësi që t'ju fol njerëzve. Dhe 10 është zjarri i cili do t'i tuboj njerëzit. Zjarr i cili do del në jug të gadishullit arabik apo në Yemen dhe do t'i tuboj njerëzit për kah Shami. Këto janë 10 shenjat e mëdha të kiametit, të cilat janë përmendur në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dietarët kur i përmendin shenjat e mëdha të kiametit, e përmendin edhe një shenjë e cila nuk i plotson të gjitha kriteret e shenjave të mëdha, nuk është diçka e jashtëzakonshme, mirë po kjo shenjë ndodh kur ndodhin shenjat e mëdha. Është për qëllim dalja e Mehdiut. Dalja e Mehdiut, e atij prisit apo udhëhecit të drejtë të muslimanëve, i cili do t'i udhëheq muslimanët në luftë kundër Dejjalit pak para se me zbrit Isa alayhis salam. Edhe këtë e përmendin dietarët tek shenjat e mëdha të kiametit, edhe pse nuk e plotson njërin prej kritereve të shenjave të mëdha të kiametit, ajo është jashtëzakonshmëria, nuk është diçka e jashtëzakonshme. Imam Mehdiu do të jetë njëherë. Do të ndikojë në përmirësimin e gjendjeve të muslimanëve, mirë po nuk do të bëjë asgjë të jashtëzakonshme. Do të jetë njeri i thjeshtë. E tash është mirë të përmendet se disa prej dietarëve, sidomos këta të mëvonshmit, kur kanë ardhur tek 2 prej këtyre shenjave,
disa edhe i kanë mohuar, po edhe ja kanë humbur atë kuptimin, do me thonë që kuptohet në shikim të parë. Tek zbritja Isaut a.s. ka prej dietarëve kuptohet, kjo nuk është qëndrimi i ehli sunetit. Mirë po, flas për njerëz që e kanë përmendur në për librat e tyre. Kur kanë ardhur te zbritja e Isaut a.s. kanë përmendur disa kinse argumente që nuk e përkrahin këtë mendim. Dhe kur kanë ardhur te dalja e Mehdiut, te këtij udhëheci, po ashtu janë munduar që të thonë se krejt hadithet që flasin për këtë çështje janë të dobta, se nuk e përforcojnë njëra tjetrën e kuta di çka. Mirë po, ky mendim është gabim. Shkaku pse i ka shtyr këto dietar që mund këto dy shenja, kuptohet, e kemi përmendur edhe te Dexhalli, edhe pse se kanë mohuar te Dexhalli janë munduar që t'ja humbin domethënien. Domethënë, mirë po te këto dyja, shkaku se pse kanë ardhur deri në këtë çështje ka ndikuar shumë, se këto dy shenja i përmendin shumë dy grupe të devijuara të njerëzve. Zbritjen e Isaut a.s. e përmendin shumë krishterët dhe e presin. Ndërsa ardhjen e Mehdiut e përmendin shumë shijat, rafidat, të cilët janë të devijuar dhe e presin. Dhe kjo ka shkaktuar që këta dietar aq shumë i kanë kundërshtuar në bestitnit e tyre rreth këtyre dy gjërave, sa që kanë arritur deri në atë që edhe t'i mohojnë se këto do të ndodhin si shenjat kiametit. Dhe tham, ky nuk është qëndrimi i ehli sunetit. Nuk është qëndrimi pranuar tek ehli suneti. Ehlu suneti thonë, po, Isa a.s. do të zbres, mirë po jo si thonë krishterët. Dhe Mehdiu do të del, mirë po jo si thonë shijat. Ne i mohojmë ato bestitnit e shijave rreth Mehdiut. Shijat për shembull thonë Mehdiu ka lind para 1000 vjetëve. Edhe ka hi me një shpellë edhe sot u dal për asaj shpellësh. Kjo është mendimi i shijave. Kjo është fjalë e kot, pa lidhje, s'ka asnjë argument. Po ashtu thonë se Mehdiu e ka Kur'anin original, në udhubillah, sepse sipas tyre Kur'ani që ne e kemi nuk qenë ka original. Shia thonë kështu. Dhe kjo është kufër, dalje prej feje. Mirë po, ne tash ta mohojmë Mehdiun se këta kanë devijuar në çështjen e Mehdiut, edhe kjo nuk është mençuri. Ne themi po, do të del Mehdiu, mirë po do të lind kur do t'i vi koha. Edhe po ashtu nuk është në shpellë, edhe po ashtu kjo që thoni për Kur'anin ju është shpifje dhe është kufër, sepse i mohoni ajetet e Kur'anit. E njëjta edhe me krishterët, të cilët thonë do të zbres përsëri djali i Zotit. Ne ju themi jo, s'është e vërtetë. Isa do të vi, mirë po do ta thej kryqin tuaj. Do ta thej kryqin tuaj dhe do të falet me muslimanët, do të fal namaz. Dhe po ashtu do të vi si njeri thjesht, as si biri i Zotit e as si pejgamber. Do të vi si njeri thjesht, i cili do të gjikoj me Kur'an dhe me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse pas ardhjes së pejgamberit alayhis salam nuk i takon asnjë pejgamberi që ta kundërshtoj sheriatin e tij. Siç ka thënë pejgamberi alayhis salam, vallahi edhe Musa sikur të ishte gjallë nuk do të kishte zgjidhje tjetër vetëm se të më pasojë mua. U kry puna me zbritjen e Kuranit, asnjë njeri nuk ka të drejtë që të del prej legjislacionit të Kuranit. Pra kjo është vërejtje me rëndësi, sepse ndonjëherë mund të hasni dikën që e thot këtë mendim. Kjo është mendim i gabuar. Mohimi i zbritjes së Isaut alayhis salam, po edhe mohimi i daljes së Mehdiut është mendim i gabuar. Ne e pranojmë këtë, sepse pejgamberi alayhis salam e ka përmendur për hadithet e tij. Mirë po ashtu i mohojmë bestitnit e shijave dhe i mohojmë kufriatet dhe bestitnit e krishterve. Të dytët në lidhje me Isaun, kurse këta në lidhje me Mehdiun. Tash kemi arritur deri tek çështja e renditjes së shenjave të mëdha të kiametit. Sa i përket renditjes së shenjave të mëdha të kiametit, nuk ka ndonjë argument i sakt i cili thot se kështu do të dalin njëra pas tjetrës. Hadithet që i përmendin thjesht si gjëra që do të ndodhin.
Mirë po, asnjëri prej haditheve nuk thot se kjo do të ndodh, pastaj kjo, nuk e rënditin, do me thonë, si pas kohës kur do të ndodhin. Thot ky dietar, do me thonë, i cili e ka shkruar këtë libër, thot, i kam analizuar gjithë hadithet që flasin për këtë mesele dhe kam vërejtur se nuk asnjëra prej tyre nuk aludon në atë se si renditen këtë shenja. Thot këtë e kam vërejtur. Dhe për të asqaruar, thot këtë do t'i përmendim disa hadithe si shembull. Transmeton Muslimi rahimahullah nga Hudhaife ibn Usaid al-Ghifari. Hudhaife ibn Usaid al-Ghifari radiallahu anhu, i cili thot, derisa thot ne, sahabët e pejgamberit alayhis salam, ishim duke debatuar, ishim duke biseduar në një mezhlis. Erdh pejgamberi alayhis salam dhe ju afrua mezhlisit ton. A thua për çka ishin duke debatuar sahabët? A thua mos debatonin për dunja? A thua mos thonin se kush e ka shtëpinë më të mirë prej tyre, apo kush e ka kafshën udhëtuese më të mirë, apo kush ka më shumë para, apo gibet në udhubillah, kjo halama larg është. Më thonë, a debatonin sahabët, a bisedonin për këto mesele? Jo. Hyri, thot pejgamberi alayhis salam në mesin ton dhe na tha, për çka po bisedoni? Na bëri një pyetje, thot ky sahabi ndershëm, do më thonë Hudhaife ibn Usaid al-Ghifari. Ne i tham në të dhaker, po bëjmë përsëritje. Do më thonë mudhaker në gjuhën arabe i thonë kur njeriu e përsërit diturin. Kur e merr ti librin para provimit që ti përsëritish ato që i ke mësuar më herët, kësaj i thonë mudhaker. E sahabët thanë, këtë jemi duke bërë, e përsëritim diturin. Kjo ishte biseda sahabëve radiallahu anhum. E çelni një temë prej temave të ilmit, edhe rreth saj bisedonin. Kush çka kishte dëgjuar, do më thonë më shumë prej pejgamberit alayhis salam, ja tregonin njëri tjetrit. Kjo ishte biseda e sahabëve. Atëherë i tha, pejgamberi alayhis salam ju tha, ma të dhakerun, për çka po përsëritni, çfarë lloj diturie po përsëritni? Tha ky sahabi, nëthkuru sa, po flasim për kiametin, për shenjat e kiametit, dhe për ndodhin e kiametit, si do të ndodh kiameti e kështu me radhë. Kjo është biseda jonë, ja Rasulullah. Atëherë pejgamberi alayhis salam deshti që t'u ashtoj edhe një njohuri. Do të thonë se këto bisedonin për këtë temë. Andaj udhës është që në atë temë t'u ashtosh njohurin njerëzve. Kur e shef se ju intereson diçka, do më thonë njeriu i mençur e shfrytëzon këtë për davet. Më thonë kur bisedon ti me sociologun, mënyra më e mirë për t'i bërë davet është t'ja përmendish aspektet pozitive të sociologjisë, do më thonë sipas fesë të Allahut subhanahu wa taala, dhe gjitha ato janë pozitive, alhamdulillah. Kjo është më e kapshme për të që ta pranoj thirrjen dhe davetin, apo? Sepse kjo është lëmia e tij, ajo për cilën i intereson. Dhe këtë gjë e bëri edhe pejgamberi alayhis salam, i cili ishte më i urti prej thirrësve. Dhe në këtë temë në të cilën ata vetëm se më ishin thelluar dhe bisedonin, në këtë temë u ashtoi njohurit e tyre. Dhe ju tha, nuk do të ndodh kiameti derisa ti shihni para saj 10 shenja. Më thonë, tregoj 10 shenja të mëdha të kiametit. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ne jemi duke folur për renditjen, apo? Ta shohim si ka renditur në këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot e para është ed-dukhan, tymi. Pastaj thot dejjal dhe dejjali. Ed-dabe, kafsha, lindja e diellit nga perëndimi, zbritja e Isaut alayhis salam. Yexhuxhet dhe Mexhuxhet. Shafit janë lindje, shafit janë perëndim, shafit janë nga dishulli në arabik, dhe zjarri i cili do të del prej Yemenit dhe do t'i tuboj njerëzit, ka Shami.
Kjo është renditja, do më thonë, e para që e përmendi ishte duhani, tymi, dhe pastaj dexhalli, pastaj ato tjerat. Një transmetim tjetër nga Muslimi, që transmeton Muslimi nga po i njëjti sahab, Hudhejfe ibn Usaidi, më thonë transmetim tjetër, renditja është ndryshe. Thot e para, do më thonë e para që e ka përmendë është shafitja në lindje, pastaj shafitja në perëndim, pastaj shafitja në gadishullin arabik, pastaj tymi, pastaj dexhalli, pastaj Yexhuj me xhuxhet, e pastaj do më thonë renditja ndryshe, jo si në transmetimin e parë. Çka tregon kjo? Më thonë një transmetim kështu, një transmetim ashtu. Kjo tregon se nuk është për qëllim me përmendjen e tyre renditja sipas ndodhis, po është për qëllim thjesht dituria se cilat janë. Do më thonë përmendja për ta ditë se cilat janë, e jo renditja sipas ndodhis së tyre. Dhe për këtë jemi duke u munduar që të argumentohemi, se në hadithe nuk është përmendur se kjo do të ndodh pas kësaj, pas kësaj, pas kësaj. Në një hadith tjetër të transmetuar nga Ebu Hurajra, pejgamberi alayhis salam i ka përmendur 6 prej 10 shenjave të mëdha të kiametit. Edhe atë me një renditje po ashtu tjetër. Lindja e diellit nga perëndimi, tymi, dexhalli, kafsha e kështu me radhë. Do me thonë, hadithet që flasin për këtë mesele, renditjen e kanë të ndryshme. Dhe kjo tregon se edhe pse përmendet njëjta gjëra, nuk është për qëllim se kjo ndodh pas kësaj, pas kësaj. Dhe për këtë jemi duke dashur që të argumentohemi, pra se nuk ka ndonjë renditje të caktuar prej pejgamberit alayhi salatu wassalam. Mirë po, mbas të përshkrimeve të haditheve që kanë ardhur, kemi mundësi që të jemi të sigurt për disa prej tyre se kështu është renditja. Jemi të sigurt se dexhalli do të del para Isës alayhis salam. Kjo është e sigurt, se Isa do të zbret për ta vrarë dexhallin. Jemi të sigurt se Mehdiu, i cili përmendet pra bashkë me shenjat e mëdha, do të jetë para Isës alayhis salam, sepse vetëm se ushtria e tij do të jenë namaz kur do të zbres Isa alayhis salam, siç përmendet kjo në hadithe të sakta. Jemi të sigurt se Yexhujet dhe Mexhujet do të jenë pas Isaut alayhis salam, sepse pasi të vritet dexhalli do të dalin ata, dhe Isa alayhis salam me muslimanët nuk do të kenë mundësi që ti luftojnë vetë, sepse do të jenë një numër shumë i madh. Andaj do të hypin në një mal dhe Isa alayhis salam do ta lutë Allahun subhanahu wa taala që t'i shkatrojë. Dhe Allahu do t'i shkatrojë, do të thonë Yexhujet dhe Mexhujet. Çka tregon kjo? Se këto do të jenë pas Isaut alayhis salam. Për këto jemi të sigurt. Mirë po, për të gjitha dhe për atë se kush është e para, ka mendime tek dietarët. Transmeton Imam Ahmedi dhe Muslimi nga Ebu Zur'a, i cili ka thonë, në Medine tek mezhlisi Marwan ibn Hakemit u ulën 3 veta prej muslimanëve. Dhe dëgjuan se ai flet për shenjat e mëdha të kiametit dhe filloi që ta përmend dexhallin. Atëherë kur e përmendi dexhallin Marwan ibn Hakemi tha, dexhalli është shenja e parë prej shenjave të mëdha që do të ndodh. Dexhalli. Dhe këtë gjë thot ja përmendën Abdullah ibn Omerit radiallahu anhu. Abdullah ibn Omeri tha, gabime ka thonë Marwan ibn Hakemi, gjëja e parë, shenja e parë prej shenjave të kiametit të mëdha që do të dalin është lindja e diellit nga perëndimi. Dhe kafsha. Kështu po thot Abdullah ibn Omeri, thot lindja e diellit nga perëndimi dhe kafsha. Në momentin që do të dalë njëra, tjetra me njëherë do të dalë. Faktikisht, kur do të lind dielli nga perëndimi, njerëzit do të habiten dhe më nuk ju pranohet pendimi. Atëherë do të del kafsha e cila do t'ju fol dhe do t'i bëj klasifikimin e besimtarëve dhe qafirave. Abdullah ibn Omeri po thot kjo është e para.
ndërsa Mervan ibn Hakemi tha Dejjalli është shenja e parë. Kjo është pra sa i përket mendimeve, po shohim se edhe të sahabët kanë pas mendime. Ibn Hajeri rahimahullah thot nuk është çudi, do të thonë që edhe ky të ketë dëgjuar ndonjë gjë prej pejgamberit alayhis salam në lidhje me këtë mesele. Dhe thot mendoj se më e rrugës është që të bashkohen këto dy mendime, të bëjmë bashkimin e këtyre dy mendimeve. Shenjat e mëdha të kiametit thot janë gjërat jashtëzakonshme. Mirë po ndahen dy lloje. Të jashtëzakonshme në kozmos, në qiell, dhe të jashtëzakonshme në tokë. Më thonë kafshat, Dejjalli, këto janë tokë. Lindja e diellit nga perëndimi, tymi, këto janë do më thonë në qiell. E tash, Dejjalli thot, kjo është fjala e Ibn Hajerit. Do të thonë mundohem ti bashkojmë këto dy mendime. Thot Dejjalli është e para shenjë e madhe e kiametit në tokë që do të ndodhë. Do të thonë prej shenjave në tokë. Ndërsa lindja e diellit ka perëndimi është e para shenjë e madhe e kiametit që do të ndodhë në vasion apo në gjithësi, në qiell. Dhe me këtë thot bëhet bashkimi i të dy mendimeve. Ibn Kathiri rahimahullah thot se e para është kafsha, do me thonë prej shenjave të tokës e para është kafsha, do me thonë ka hapësirë për mendime, pasi pejgamberi alayhis salam nuk i ka caktuar, ka hapësirë. Mirë po thot ky dietar, do me thonë autori i këtij libri, thot ajo që unë mendoj se është më afër të vërtetës, Allahu e din më së miri, është se mendimi i Ibn Hajerit është më i përafërt me të vërtetën. Pastaj e përmend një klasifikim të një dietari tjetër i cili është Et-Tibi rahimahullah. Dhe ky klasifikim është me rëndësi, do të thonë dhe është klasifikim shumë i saktë. Thot shenjat e mëdha të kiametit, ose janë që tregojnë se shumë afër është kiameti, shumë afër, ose janë që tregojnë se veç ka nisë kataklizma e kiametit. Më thonë ose shumë afër ose se veç ka nisë. Thot prej llojit të parë se janë shumë afër që tregojnë se kiameti është shumë afër, është Dejjalli, zbritja e Isaut alayhis salam, Yexhuxhi, Mexhuxhi dhe shafitja e tokës. Këto tregojnë se kiameti është shumë afër. Mirë po këto nuk janë proces i shkatrimit të gjithësisë. Nuk janë fillimi kataklizmës i shkatrimit, do të thonë të qiejve dhe të tokës, apo. Dhe thot lloji i dytë që tregon se ka filluar të shregullimi është tymi që do ta kaplojë një tym i madh tokën. Është lindja e diellit nga perëndimi. Lindja e diellit nga perëndimi po tregon se ka filluar procesi i shkatrimit. Andaj edhe nuk ju pranohet pendimi robërve. Për dallim nga Dejjalli. Dejjalli ende është sprov, ende ka klasifikim në zbritjen e Dejjallit, kur do të thonë daljen e Dejjallit. Dhe thot dhe zjarri i cili do t'i tuboj njerëzit për në Sham. Këto thot janë shenja që tregojnë se ka filluar shkatrimi i tokës. Më thonë janë vetëm se proces i shkatrimit. Dhe në këtë formë dhe këtë renditje, po thot ky dietar, ne do ta pasojmë në këtë libër. Do më thonë, së pari do t'i përmend shenjat janë afër shkatrimit, pastaj shenjat që tregojnë se ka filluar procesi i shkatrimit. Dhe po thot se çështja e sprovës dhe çështja e mospranimit të pendimit me lindjen e diellit nga perëndimi e tregon se ky lloj i klasifikimit është i saktë. Sepse në kohën e Dejjallit do të ketë hapësirë që dikush dhe do të ketë plot njerëz që do të shkojnë tek ai me iman dobët, do të bëjnë kufër. Do të bien prej, domethënë, e sprovave të rënda të tij.
për dallim nga lindja e diellit nga perëndimi, që kur del, domethënë mos ka, pranohet pendimi. Për këtë shkak thot do ta pasojmë këtë renditje. Edhe një veçori tjetër, domethënë e shenjave të mëdha të kiametit, që është përmendur në për hadithe dhe vlen të përmendet në këtë hyrje për shenjat e mëdha të kiametit, është se ato do të ndodhin shumë afër njëra tjetrës. Transmeton Taberaniu se nga Ebu Hurera radiallahu anhu se pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Khurujul ayat ba'duha ala ithri ba'd." Shfaqja e shenjave të mëdha të kiametit do të jetë njëra pas tjetrës. Yatataba'na, do ta pasojnë njëra tjetrën, kema tataba al-khirsu fi an-nizam. Ashtu sikurse e pasojnë rruzat. Do të thonë rruzat kur kputet peni, ashtu sikurse bien rruzat njëra pas tjetrës, ashtu do të ndodhin shenjat e mëdha të kiametit njëra pas tjetrës. Njëjtën gjë, apo me domethënie të përafërt, e transmeton edhe Imam Ahmedi nga Abdullah ibn Amri radiallahu anhu, se pejgamberi alayhis salam ka thënë: shenjat e kiametit janë sikurse rruzat në qafore, rruzat e qafores. Fe njukta silk, nëse këputet ai pini i cili i mban ato rruza, ato bie njëra pas tjetrës. Kështu thot janë shenjat e mëdha të kiametit, e pasojnë njëra tjetrën. Nuk kanë hapësirë në mes. Me thonë, del Dejjali, zbret Isa alayhis salam, vritet Dejjali, dalin një xhuxhët, shkatrohen një xhuxhët, del tymi, lind dielli, ka perëndimi e kështu me radhë. Njëra pas tjetrës. Nuk kanë, domethënë, pauzë, nuk ka pauzë njëra prej tjetrës. Dhe kjo është po ashtu prej shenjave, prej veçorive të shenjave të mëdha të kiametit. Kjo është ajo që deshëm themi pra si hyrje në shenjat e mëdha të kiametit, veçoritë e tyre, rreth renditjes se a ka ndonjë argument apo jo, dhe rreth karakteristikave të shenjave të mëdha të kiametit. Pastaj do të vazhdojmë, kur do të dëshirojë Allahu subhanahu wa taala, në lidhje, do të flasim në lidhje me Mehdiun, do të thonë çdo gjë që ka të bëjë në lidhje me daljen e Mehdiut. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.